Dhe nusët i kam jashtëzakonisht mira. Edhe kjo e mirë? Nusët i kam më të mira se djemtë. Nusët i kam jashtëzakonisht mira. Ato mi qojnë tollat, ato mi japin tolla kështu edhe vjera. Du të me pak me të mirë, me një muë, shkat mujsh me një muë, që ashtu shkon kjo. Mas me ndërhy shumë? Ma hiq, më thejrin pushime shku bashk, për para shkoj që në herë e me zorë, tash jo s'po shkoj hiq. Sa s'po shkon tash? Me të shkojnë s'lirë ma mirë ata. Une nuk du me shkue, mos me qenë si therë, plesht me të rritë. A mendon që çdo vjerë duhet pak t'jalo privatsin qiftit? Jo pak, po shumë djarjem. Përshëndetje. Përshëndetje, Qishje? mirë. Qish po kalon? Mirë, si plesht. Si plesht. Po vërtet si e plak. A pol, valla, bol, Sa po. vjet i ki? 70. Mashallah, la si plak. Sta që ke kohën ma të mirë. Ja, e kohën më të mirë, po shëndet nuk ka. A shëndet. Shëndet nuk. Çka po ankohesh? Po i për gjithave, mërzia ma shumë të në shkatroj, i kemi fëmin jashtë. Kjo je për në kohë. E ishin pak në pushim, shkuan, tash po mërzitëm i ka pak. Ata po mërzitën? Ishin pak në pushim, po kur erdhëm u mërzitëm më pet. Se më mërzit ne? Ata që qërë janë mirë, vini vizitojnë? Po për djali jem po, vetën sjetohet, veç me plakën jem. Veç e plakun? Po, veç Ma me mire pas ke plakun t'i bile. A din që s'kan edhe plesh, ndoshta se ka njëri tjetrin? Po qashtu është, po jo e kemi, po pa fëmi, keq, shumë keq. A më ndërgon, sa shpesh vinë me vizitu fëmija? Vinë 2 herë, 3 herë në vit, shkojmë tash edhe na dhe për para shkojshim me viza, shihemi çdo 6 muaj shihemi mas pakti. Shihemi edhe djemti kam shumë të mirë, na këqyrin, na qojnë tolla, Kjo është e mira. na qojnë deti, na qojnë e për banja, jo mirë. Edhe nusët i kam jashtëzakonisht mira. Edhe kjo e mirë? Nusët i kam më të mira se djemtë. Se po thonë nusët ma mira? Ata kitë jem të mirë. Nuk e di. Aty vetëm Zoti e din. E qështu. Sa djemi kem falë? Unë e kam një vajzë e 2 djemë. Ty tje. Po. Vajzën e pas ke para sret. Vajzën e kam për asret, po. E para. E para. Më merë dhe mirë që tha nusët i kam ma të mira se Po, djemë. ma të mira. Se kërkush po i livdojnë nusët. Shqo, djemët ata i dojnë prindet, ashtu i dojnë. O shket e nusja. Nusët i kam jashtëzakonisht mirë. Ato mi qojnë tollat, ato mi japin tolla kështu mu edhe vjerit, nështë e burrit tim. Nusët i kam jashtëzakonisht mira. Jo që du me thonë diçka, po e din edhe farefisi që me të vërtet i kam rejat e mira. A më ndërgon, a në që nuk ka djemë këqi, po nusët më ndikojnë prapë për grave. Kur janë nusët e mira dhe djemë nuk kanë mirë. Nuk është ashtu. Mu kanë djali sa mu kanë i mirë, gjithmonë djemë të mirë për prindë. Këtë është edukatat e nusët, e familja nusës. Nëse për shembull dhe kanë familjen e mirë edhe vajzat janë të mira. Por edhe vjerat pak du të me pas kujdes. Edhe vjerat du të me pak me të mirë, me një muë, shkat mujsh me një muë, që ashtu shkon kjo. Mas me ndërhy shumë? Ma hiq, po shka me ndërhy. Ato e mbull të meshme, jenë shkollume, jenë të mira, s'ki nevoj me jashti. Nëse të pysin diçka, mundish me këthy përgjigjen, jo. Unë nuk kam nevoj kur as me i pyta, as kur gjahiq, shka të mvesin i tregoj, edhe s'bon me ndërhy. Më thejrin pushime shku bashk, për para shkoj që në herë e me zorë, tash jo s'po shkoj hiq. Sa s'po shkon tash? Me të shkojnë s'lirë ma mirë ata. Ma mirë privat. Ma mirë vetë me shkojnë. Ata pra qojnë tolla, neve në më në shku edhe pa ta. Kalëm e keni qenë me nusën deti? Po kemi qenë, kur kanë qenë bebët e vogla. Shkojsha për bebër me një mua, ata mu knaq pak. Për ndryshe nuk shkojmë. Une nuk du me shkue, mos me qenë si therë, plesht me të rritë. A mendon që çdo vjerë duhet pak t'jalo privatsin qiftit? Jo pak, po shumë djarjem. Shumë. Se tash rinia, tash jenë matë meshëm se prindet. Për para ka qenë pak më ndryshe, tash për mduke që i fëmija me fakultet po lindin. Edhe një e dyta edhe nuk bon më i përzi e fort. Ajo nëse ka nevoj vetë vetën. A unë qështu? Dë vetën të pyten, shka e qysh, ajo kush dë vetën edhe shka më i përzi. Si pas te, pëse s'po kalon mirë nusë vjeher tash, raport nusë vjeher? Mendimi jem është këtë edukata. Edhe të vjera ndikon. Ka vjerat për shembull që shumë përzihen. Mandej që aty vjen pak edhe ftofësia. Edhe për shembull gjatë ditës nëse kanë bë bisedë ose pak janë ngacmue, i tregon djalit, edhe të një edhe që aty prishet. Çka kemi tregu djalit? Dita është e gjatë. Vjen ka herë edhe mos marrëveshja vogël. Ato duhet ta hupish.
s'ki nevojë me ashtin vesh djalit, shembull, sipas mendimit tim. Që është mollë të sheri që bisedat e djallit thonë djali ta tregon ninon që s'duhet m'ia tregu çka ka ndodhur me nusën. Jo. Në pasë një shka mirë me tregu djali tregoj, s'patit këshia s'ki nevoj me kallzue. Ti nuk mush me ndryshue djali jem me ato fjallë që i thue. Vetëm që ba është vetë horë, ftof është për i rejesh, për i djali. Mendimi im. Sa të majtë ndjem tash, pushim. Mirë shumë, i vogli, i madhe s'ka qenë. S'ka qenë. Po. Më thirën me shkundeti mu e babën e vetë, nuk shkuëm. Ata shku në Lantolla, shku në Bledjemi, ja për i deti. A ju keni kanë veç, mos këtë? Po veç është, tregova që mirë shumë, mirë, po pa fmi pak vështirë. A më rëziti kur i përcjellë ne? A shumë. Tash edhe fmija po qarin, fmija fmiut. I vogli ka 4 fmi, na dojnë, edhe unë e fort i lasdroj ata. Si gjyshet? Si qashtu dyqyshja boj, mirë shumë mirë. Une i kisha thonë vjehrave, sa të mundi mos i përzini trive. Ata nëse ka nevoj të vesin vetë. Mendimi im. Nëse që video po e përcjellë në fëmija tu, nusët, qa i kështë thonë diqka? I paqa gjithmonë e jetë, në ti mësojnë edhe fëmin që shenë vetë. Qika që kisha me thonë. Shumë knasësi që bisedu me juve, të uroj shëndet, Edhe ju paqim, ditën e mirë, gjithat mira.